Njëri shantari kas Ledio Braho, I cili foli për mediat përsa I përket procesit të rinumurimit të kutive në Tiranë, ku duhet teksuar se si që shpreh ai me ritme të ngadalta ka nisur procesi I rinumurimit pasi pritej më shumë pra ditën e djeshme. Janë hapur kutitë e Kamzës deri tani, pra siç edhe ne kemi ndjekur nga afër dhe kemi transmetuar, vren gabime shumë të vogla. Socialistët kanë dalë me 42 vota që nuk I takonin, Partia Demokratike me 19 vota dhe diferencat janë të papërfillshme dhe nuk ndryshojnë mandatet. Pas Tiranës, e cila pritet të zgjas disa ditë, do të kemi rinumurim të Fierit, po kështu dhe një pjesë të qarkut të Durrësit. Marrim më shumë detaje në këto momente nëpërmjet raportimit të parë të drejt për drejt me kolegen Esion Akonomi, e cila ndodhet prej disa orësh pra në ambientet e Pallatit të Sportit Fario Hoti, këtu në kryeqytet. Përshëndetje Esiona, sot është dita e dytë për rinumurimin e Tiranës. Deri tani, pra të kthemi pas në kohë, sa kuti u rinumuruan dje, konkretisht çfarë u evidentua dhe u gjet dhe a ka nisur tashmë kutitë e para për ditën e sotme? Sot po numërohen për së dyti kutitë e zonës së Paskuqanit, nëse mund ta themi kështu në cilësimin e zonës që to I përkasin. Dje u numëruan 87 kuti të bashkisë së Kamzës dhe vetëm zonës së Kamzës pa përfshirë Paskuqanin. Ajo që u pa është se vërtet ka gabime, ka mos përputhje mes numërimit të parë që kanë bërë partitë dhe numërimit dytë që bën tani stafi I KQZ-s, por në asnjë rast këto mos përputhje nuk janë të tilla që mund të ndryshojnë rezultatin. Pra nuk ka ende asnjë, po themi, shifër të re, e cila mund të na sjell mundësinë që PD-ja të shtojë një mandat apo Partia Agroshet të humbasë një mandat. Çka është diskutimi I vetëm I rinumurimit të qarkut Tiranës sa u takon mandateve. Ajo që vjet re është që partitë e mëdha, ato parti që kanë patur numërues në tavolinë e numërimit, përkatësisht Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe Partia Socialdemokrate, kanë marrë vota të pamerituara. Pra, fati që kanë pas numërues I ka bërë të përfitojnë në mënyrë të padrejtë herën e parë vota që nuk ju takonin. Ndaj nga rinumërimi që ka bërë KQZ-ja, partive të mëdha, më shumë Parti Socialiste, pastaj Parti Demokratike dhe pak PSD-s, tu hiqen vota. Megjithëse këto janë vota që edhe pse ju hiqen nuk së ndikojnë në rezultat deri më tani. Sa u takon luftës brenda partive, pra shpërndarjes së votës për kandidatët, edhe aty ka patur mos përputhje dhe pasaktësi, por zorë se mund të quajmë parregullsi, për sa kohë dikush kishte më shumë të ç'duhej, në një kuti tjetër kishte më pak se ç'duhej. Ajo që vjet re është si zonja Tabaku, si zotja Lim Mehmeti që ka një duel me njëri tjetrin për të lëvizur mandatin, nuk është se ka ndryshuar gjë. Të dy janë njerëz që u kanë vjedhur vota në Kamës. Ndërkohë që mes socialistëve është ngushtuar pak diferenca mes Blerina Gjyrametit dhe Olta Xhaçkës, po ende është diferencë e pathyeshme. Olta Xhaçka vijon të jetë fituese. Nuk ka ndryshime për të tjerët, ka kandidatë që kanë marrë shumë vota që nuk I meritonin, siç është rasti I Fatmir Xhafait me 32 vota më shumë se që meritonin, por duhet kujtojmë që ky proces rinumërimi për gjithë qarkun Tiranë u iniciua me kërkesë të Partisë Demokratike dhe u mbështet nga dy anëtarët e KAS-it, Ledio Braho dhe Elvis Cefa, që janë propozuar nga Partia Demokratike për të qenë në KAS. Dhe ju e dëgjuat besoj pak më përpara Ledio Braho në një komunikim me ne gazetarët, I cili tha se nuk mund të flasin për parregullsi, nuk mund të quajnë ndoshta as gabime, sepse janë më shumë çështje subjektive. Një interpretim nëse një vot është e vlefshme apo është e pavlefshme. Madje edhe vetë KAS-i, kur e ka parë një flet votimi të caktuar, ka patur mendime të ndryshme. A duhet ta quajmë vot të vlefshme apo të pavlefshme? Pra, e thënë ndryshe, ata që kërkuan rinumërimin, pra dy anëtarët e KAS-it, aktualisht me ato kuti që janë hapur, thonë se nuk kemi ende shqetësime. Pra kemi gabime që janë tek normaliteti. Nuk mund të quhen parregullsi, nuk mund të quhen aq më tepër manipulim rezultati. Por është ende herët, kemi nisur sot numërohen kutitë e 90-ta dhe kemi 1200 të tjera kuti për të hapur, kështu që deri në fund do ta shohim rezultatin, po deri më tani pavarësisht se komisionerët partia kanë gabuar, nuk duket që stafi I KQZ-s dhe mandej KAS-i që është vendimarrës të jetë I shqetësuar nga çfarë ka gjetur në kuti për dërguar numëruesit në ndjekje penale apo për të ndryshuar rezultatin. Sepse nga ajo që tha Braho, atëherë logjikisht për ta thënë më shkoqur, është thjesht interpretim që kanë bërë komisionerët dhe jo manipulim, le të themi me tendencë.
në këtë fazë, sipas vlerësimit që ka bërë Kasi me çfarë ka parë deri tani, nuk flasim për manipulim dhe trafikim votash në mënyrë të qëllimshme. Hiç gabimet njerëzore, ku mbledhja nuk është bërë mirë, pra 2 vota pak, 2 vota më shumë, apo kush nga të rrua rreshti i 3 me rreshtën e 4 ku është bërë shënimi, tipologjia kryesore janë votat e pavlefshme. Në Tiranë kemi shumë votat pavlefshme, kemi 17.000 vota të pavlefshme. Dhe mes këtyre votave të pavlefshme ka grupe numërimi që kanë vlerësuar të jenë të pavlefshme, ka të tjerë që kanë vlerësuar të jenë të vlefshme. Vetë Kasi, kur i ka parë disa prej këtyre fletëve, ka qenë diskutim, pra nuk ka qenë unifikuar. 5 antarë kanë pasur mendime të ndryshme, është votë e vlefshme apo është e pavlefshme. Pra hyn tek normaliteti ku 2 njerëz të ndryshëm ose 2 numërues të ndryshëm kanë interpretime të ndryshme për një votë, sidomos nëse ajo votë mund të jetë për Partinë Socialiste apo për Partinë Demokratike, ku secili numërues ka tendencën ta quajë votë për veten dhe jo për kundërshtarin. Pra hym tek ato që janë normalitet njerëzor, sidomos kjo fletë në Tiranë ka patur 522 kandidatë kësaj radhe, 522 emra, fletë shumë e komplikuar, kur ne mund të bënim një shënim apo 2 shënime, dhe ka patur shumë, po themi, orientime të ndryshme se çfarë quajmë votë të vlefshme dhe votë të pavlefshme. Ndaj deri tani jemi në fazën e normalitetit, pra mos përputhje dhe deri tanishme nga Kasi, siç e dëgjuam me zoti Braho, janë konsideruar të papërfillshme, të parëndësishme, të padëmshme, jo manipulim dhe jo vjedhje, edhe pse ka mos përputhje në rezultat. A do vazhdoj kështu deri në fund? Ngjelet për tu parë, por deri tani Partia Mundësia e ka forcuar mandatin, nuk e ka rrezikuar, por e ka përforcuar nga rinumërimi i votave dhe nuk është se ka ndryshuar gjë për Ilir Ali Mehmetin, që ishte një zë shumë i fortë për të kërkuar rinumërimin. Deri tani nuk rezulton që ati të jetë bërë një masakër zgjedhore, ta kenë vjedhur masivisht, madje zonja Tabaku nuk rezulton të ketë përfituar votat në mënyrë të padrejtë, që po themi të ngel jashtë ajo jashtë parlamentit e ty zoti Ali Mehmeti. Mes socialistëve do të jetë brish deri në fund të marrëdhënia mes Xhaçkës dhe Gylametit, sepse diferenca është shumë e ngushtë, por ende herët për thënë dhe për ato që ndryshon apo jo gjë. Xhemal Qefalia me Ronaldo Rakipin janë 500 vota diferencë, edhe ata zorë se kanë marrë një sinjal që mund ndryshojë gjë në këtë aspekt. Rakipi ngel fitues dhe Qefalia ngel humbës. Ta shohim deri në fund, me jashtë kemi 15 apo 20 ditë rinumërim. Sot Kasi ka vendosur bashkë me KQZ-n që numëruesit të mos rrinë si dje gjithë ditën dhe të lodhen, po të punojnë me 2 turne, pra të rifreskohen në mes të ditës për një ritëm më të shpejt, por me ritmin e djeshme duhen 30 ditë për ta mbyllur numërimin. Nëse rifreskimin ndihmon, ndoshta e mbyllim për 20 ditë. Faleminderit Esiona, do të jemi sërish në minutat në vijim së bashku. Ne do të qëndrojmë sërish për post zgjedhjeve të parlamentare të 11 majit, ku